Jasi të zhdukni kollën dhe të pastroni mushkërit nga gëlbaza me këtë recetë me 2 përbërës. Kolla është një problem nga më të mëdhenj të dimrit. Nëse shpesh keni kollë dhe mukus të tepërt, kjo recetë shtëpiake do ju ndihmojë që të arrini rezultatet e duhura për shëndetin tuaj. Është e sigurt dhe gjithashtu mund të japë rezultate fantastike në një kohë të shkurtër. Karrotat janë të pasura me antioksidantë dhe ndihmojnë në shumë personat, sidomos diabetikët dhe ata që kanë hipertension. Gjithashtu, zgjidhni lëngun e freskët të karrotës në vend që ta hani perime të përpunuara sepse lëngjet kanë në përqendrim më të lartë të lëndëve ushqyese të tyre, të cilat ju duhen në këtë drejtim. Por çfarë e bën karrotën kaq të shkëlqyer kundër këtyre komplikacioneve të cilat lidhen edhe me kollën? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo do të rrisë imunitetin dhe mbi të gjitha edhe shëndetin tuaj kardiovaskular. Përmbajtja e lartë e vitaminave dhe mineraleve do ta bëjë gjithashtu edhe më të lehtë procesin e frymëmarrjes. Qëroni dhe prini karrotën në copa të vogla, i zjeni derisa të zbuten plotësisht. Kulloni karrotën dhe ruani lëngun në të cilën është gatuar. I shtypni karrotat derisa të mbetet një lloj pureje. Përzieni 3 deri në 4 lugë mjalt me ujë në të cilët kishin gatuar karrotat, dhe më pas shtoni karrotat e shtypura në të. Kështu do të merrni edhe një shurup shumë të mirë që në kushte shtëpie mund ta përdorni për lehtësimin e procesit të frymëmarrjes. Konsumi i saj në mënyrë të rregullt do të japë rezultate fantastike edhe kundër ftohjes. Mjafton të merrni 3 deri në 4 lugë gjedhe të kësaj përbërje çdo ditë dhe brenda disa orëve do të ndjeni lehtësimet e duhura. Mushkërit luajnë një rol të rëndësishëm në trupin tonë pasi janë përgjegjëse për furnizimin me oksigjen dhe largimin e dioksidit të karbonit, dhe duke marrë parasysh se ato janë vazhdimisht në punë, është detyra jonë që të sigurohemi që mushkërit janë në gjendje më të mirë dhe gjithashtu të afta të kryejnë proceset e tyre të përditshme. Nëse më herët keni mundur se mushkërit nuk kanë nevojë për ndihmë që të kryejnë funksionet e tyre, atëherë mendoni përsëri. Për shembull, kur ne thithim ajër, ne gjithmonë i absorbojmë edhe toksinat e ambientit, bakteriet dhe elementet e dëmshëm që shkaktojnë probleme të shëndetit respirator. Prandaj, për të kujdesur më mirë për shëndetin e mushkërive, duhet të tregoheni të vëmendshëm ndaj asaj që bëni çdo ditë. Kjo është pikërisht arsyeja pse duhet të ndihmoni në pastrimin e mushkërive në mënyrë që ato të qojnë në qarkullimin më të mirë të ajrit dhe në kapacitet të plotë. Praktikoni frymëmarrjen e thellë si një mundësi mjaft të mirë lehtësuese kundër problemeve respiratore. Ushtrimet me frymëmarrje i mësojnë mushkërit tuaja të zgjerohen, ndërkaq kështu do të lehtësojnë dhe problemin e tyre. Duke forcuar kapacitetin e frymëmarrjes do ta keni më të lehtë të përmirësoni gjithashtu edhe qarkullimin e ajrit në trup. Hiqni dorë nga duani dhe përdorni çajin jeshil në dietën tuaj për të patur një mushkëri më të shëndetshme. Një nga problemet më të mëdha shëndetësore që prekin më shumë njerëzit janë toksinat që prekin kapacitetin tuaj të frymëmarrjes. Kështu ato mund të krijojnë edhe shqetësime të njëpasnjëshme. Prandaj, për të përmirësuar kapacitetin tuaj të frymëmarrjes, duhet të tregoheni të kujdesshëm edhe me mënyrën e jetesës suaj, pasi në të kundërt gjendja juaj mund të agravojë. Këto janë disa mënyra të cilat mund të realizohen në kushte shtëpie për pastrimin efikas të shëndetit tuaj të mushkërive. Pini një çaj bimor përpara se të shkoni për të fjetur. Pini lëng ananasi gjatë gjithë ditës. Ato përmbajnë antioksidantë të mirë natyror, të cilët do të forcojnë rrugët tuaja të frymëmarrjes dhe do të bëjnë që të keni një kapacitet më të mirë të tyre. Para mëngjesit, shtrydhni 2 limona në 300 ml ujë. Konsumoni 300 ml lëng grapefruit. Nëse nuk ju pëlqen shija, mund ta zvendësoni me lëngun e ananasit. Të dyja këto lëngje përmbajnë antioksidant natyror që përmirësojnë gjithashtu kapacitetin tuaj të frymëmarrjes dhe japin rezultate të mira. Midis mëngjesit dhe drekës duhet të pini të paktën 300 ml lëng karrote. Ky lëng do ju ndihmojë në alkalizimin më të mirë të gjakut gjatë pastrimit 72 orësh.
Gjatë kësaj kohe së drekës, pini 400 ml lëng të pasur me kalium. Kaliumi vepron gjithashtu si një pastrues i mirë tonik. Bëni 400 ml lëng boronice përpara se të shkoni për të fjetur, i cili do ju ndihmojë ndjeshëm gjithashtu edhe në luftën kundër bakterieve që mund të shkaktojnë inflamacione të mushkërive. Mjekët sugjerojnë gjithashtu të bëni ushtrime gjimnastikore, të paktën 30 minuta vrap, ecje ose pedalim me biçikletë do të ishin më së të nevojshme për shëndetin dhe kapacitetin tuaj të frymëmarrjes. Përkujdesja e mushkërive është hapi më i rëndësishëm bazë për një shëndet më të fortë dhe gjithashtu për parandalimin e problemeve të tyre. Nëse doni të kujdeseni për shëndetin tuaj të mushkërive, duhet të ndiqni disa rregulla bazë për të përmirësuar edhe frymëmarrjen. Në këtë video do të mësoni për ushqime të cilat sipas ekspertëve pastrojnë dhe detoksifikojnë këto organ të rëndësishëm. Sipas Medical News Today, ju duhet të përfshini në dietën tuaj këto produkte ushqyese për të përmirësuar frymëmarrjen tuaj dhe të lehtësoni problemet të mushkërive. Çaji jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani të ngrohtë të çaj jeshil përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo do ju ndihmojë në pastrimin e rrugëve respiratore dhe largimin e toksinave, por do të ruani gjithashtu edhe shëndetin tuaj tretës. Çaji jeshil kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin, gjithashtu lëngun e limonit dhe mjaltin. Kombinimi i këtyre produkteve së bashku do të japë rezultate fantastike. Lëngu i limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është shumë i dobishëm për të pastruar shëndetin e mushkërive, pasi është i pasur gjithashtu me antioksidant dhe gjithashtu me acid folik. Pjeni lëngun e limonit çdo ditë në mëngjes me stomakun bosh. Kështu do të keni arritur rezultate fantastike në rritjen e rezultateve të mira të kapacitetit të frymëmarrjes. Lëngu i boronicës së kuqe ose ananasit gjithashtu mund të cilësohen si lehtësues të mirë për shëndetin respirator. Këto fruta janë të pasur me antioksidant dhe shtimi i tyre në dietën tuaj të përgjithshme gjithashtu mund të japë rezultate të mira. Pasi lëngu që konsumoni çdo ditë në mes të vakteve ose gjatë drekës, nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, mund të jetë një zgjidhje fantastike edhe për lehtësimin e problemeve të tyre. Lëngu i karrotës, sipas Medical News Today, është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin, gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve respiratore. Karrota është e pasur me beta-karoten, vitaminën A, vitaminën K, vitaminën C, gjithashtu edhe me vitaminën B. Lëngu i saj do të rrisë kështu edhe nivelin alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë do të ulin rrezikun e sëmundjeve tuaja të mushkërive. Një tjetër produkt fantastik për të shtuar në dietën tuaj në rast se vuani nga problemet respiratore, gjithashtu është edhe xhenxhefili. Xhenxhefili është një aleat i vërtet kundër sëmundjeve të këqija. Sidomos studimet kanë treguar se ai lehtëson edhe sekrecionet bllokuese të mushkërive dhe mund të japë gjithashtu rezultate fantastike në këtë aspekt. Rigoni dhe nenexhiku gjithashtu janë aleatë të mirë të shëndetit të mushkërive. Përbërësit organik të limonit dhe të nenexhikut në kombinim edhe me rigonin do të çlirojnë mukusin e tyre dhe do të japin rezultate të mira në këtë aspekt. Përdorimi i këtyre të dy produkteve në dietën tuaj mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë në kapacitetin e frymëmarrjes. Është e rëndësishme që her pas here të kryeni edhe kontrollet e duhura tek mjeku për të marrë trajtime të specializuara. Përveç problemeve të mushkërive, ju duhet të tregoheni të kujdesshëm edhe në mbrojtjen e imunitetit tuaj, ta keni më të fortë sidomos edhe gjatë periudhës së virozave, pasi kjo mund të ndikojë drejt për së drejti në frymëmarrjen tuaj. Funksioni kryesor i mushkërive janë organi frymëmarrjes në përthithjen e oksigjenit të ajrit që marrin nëpërmjet gojës, hundës dhe më pas e çojmë në të gjitha qelizat e gjakut dhe nxjerrim më pas dioksidin e karbonit. Pastrimi i vazhdueshëm i mushkërive është një praktikë mjaft e mirë për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Një pastrim i mushkërive ndihmon në detoksifikimin dhe në pastrimin e mureve të brendshme të gypave të frymëmarrjes, në degëzimet bronkiale të mushkërive dhe gjithashtu edhe në përmirësimin e kapacitetit tuaj.
Gjithashtu, ky proces ndihmon në funksionet normale të mushkërive, që zvogëlon entjen dhe inflamacionin dhe rinovon gjithashtu vitalitetin dhe fuqinë e mushkërive. Ndjekja e recetave të duhura në kushte shtëpie mund të jenë një aleat të mirë në mbajtjen larg të këtyre problemeve shqetësuese. Ndaj një zgjidhje është edhe receta natyrale, të cilat mund t'i ndiqni me përpikmëri për të përmirësuar shëndetin e tyre dhe për të evituar komplikacionet. Një zgjidhje për këtë rast është edhe xhenxhefili. Ju mund të përdorni xhenxhefilin për të përmirësuar kapacitetin e frymëmarrjes dhe për të lehtësuar shqetësimet e saj. Ndaj mos nguroni që ta përdorni si duhet rregullisht në dietën tuaj për të patur një mushkëri më të shëndetshme. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.